vjerën e këqyri unë, thmin i ka jashtë kret, edhe çdo ditë zi e tërë folin për mu konatat edhe të tjerët pra edhe kret. Ti që e këqyr ata, Allah të shpërbleft, ti ban sevap. Obligim nuk e ke, obligim e kanë djemët edhe vajzat e veta. Ti e ke vjerë, nuk e ke obligim. Por nëse e këqyr, kjo është mirësi. Dhe më thonë ki sevap, pa kurfar dyshimi. Ata cilët që e bëjnë, s'ka lidhje për ty. Ke kujdes e di se nga ana njerëzore, çdo kush i ka emocionet e veta dhe ndjenjat edhe preket kur ti ja këqyr në anën atyne, edhe ata në anën tjetër folin keq për ty. Por ti përfito prej fjalëve tyre në dy sene. E para, këqyre a ka të vërtet nga ato fjalë që po flasin ata, nëse ka diçka të vërtet përmirësoj veten. Kjo e para. Nëse s'ka kur që të vërtet, atëherë mos tanim për ta. E dyta, përfiton nga sevapet, mos u mundon ja kthy me të njëjtën formë, për arsye se mos bjen nivel tyne. Në një farë formë mos hop sevapin që ty e bën kërkëshin nanës tyne. Thuj unë ja kum lënë çështjen time Allahut në dorë. Edhe ata sa herë flasin për ty, edhe pa të drejtë, ty kanë me të ushtu sevapet, aty në kanë me ushtu gjunahet. Edhe do dalësh fitimtar edhe në dunia dhe në ahiret. Çështjen e nanës ja bëne duke shpresu sevapin, ja mos fal ti me u kthy me të njëjtën formë që me hub sevapin, edhe pse ata kanë obligim me këqyr nanën e vet, por gjithsecili do të llogarit